Të dashur miq, ku rikthehemi në studio sërish, tani jeni së bashku me mua për të vazhduar bisedën në vazhdim dhe unë të ftuar sot kam një host të nderuar, bëhet fjalë për zotëri Bedri Lika, me cilin do flasim për muajin e shenjtë të Ramazanit, rëndësitë, benefitet dhe shumë çka tjetër. Besoj që me padurim do të keni mundësi për ta ndjekur këtë bisedë, sepse ka shumë informacione që ju interesojnë gjatë këtij muaji të Ramazanit, që duan të dinë më tepër qytetarët për rëndësinë e këtij muaji. Fillimisht ju falenderoj që ndatë kohë të ishit pjesë e emisionit tonë. Faleminderit për ftesën. Shpresojmë që do të kalojmë çaste të bukura, sidomos duke ditë që jemi në ambientin e muajit të bekuar Ramazan. Dash Zoti që edhe ky emision të jetë i bekuar me temën që do të zhvillojmë dhe shpresojmë që Zoti të na bekojë me çdo vepër që do ta bëjmë dhe do të veprojmë gjatë muajit të Ramazanit. Shpresojmë. Do dua që ta filloj bisedën tonë, cila është rëndësia e këtij muaji të shenjtë të Ramazanit? Nëse flasim për rëndësinë e këtij muaji të bekuar, është një muaj i veçantë brenda 12 muajve, është një adhurim specifik, madje është edhe një prej kushteve të besimit tonë islam, pa të cilën një besimtar, nëse dëshiron të jetë besimtar, nuk ka mundësi të jetë nëse ai nuk pranon këtë obligim fetar që e ka karshi Zotit të Madh. Për këtë adhurim Zoti i Madh na flet me thirrjen e tij, duke thënë o ju që keni besuar, u është bërë obligim muaji i bekuar Ramazan, ashtu siç ka qenë edhe për popujt tjerë që ishin para jush, dhe qëllimi i këtij adhurimi është që ju të jeni të devotshëm. Andaj gjitha tekstet e Kur'anit dhe gjitha fjalët profetike të pejgamberit alayhis salam, kur na flasin për agjërimin, e shohim se bëhet fjalë për një adhurim shumë madhështor, bëhet fjalë për një adhurim me ndikim shpirtëror, psiqik edhe fizik, madje është një adhurim që përmirëson në vija trasha, generalisht përmirëson raportin dhe rikuperon njeriu në raportin e tij mes tij dhe Zotit të Madh dhe në raport me njerëzit. Kështu që ky adhurim është një adhurim madhështor nëse flasim në aspektin e shpërblimit dhe sevapit, siç ka thënë pejgamberi alayhis salam, ai që agjeron muajin e bekuar Ramazan me bindje të plotë në Zotin e Madh dhe me shpresë në shpërblimin që Zoti na e premton, do t'i falen dhe do t'amnestohet nga gjitha gjunahet e kaluara. Domethënë mjafton vetëm një tekst nga ajo që na flet i dërguari Muhamedi alayhis salam për ta kuptuar vlerën dhe madhështinë e këtij muaji të bekuar. Andaj ne jemi të bekuar që jemi në këtë muaj të Ramazanit, jemi të nderuar dhe të privilegjuar që na po frymojmë në këtë ambient, vetë fakti se besimtari në mënyrë instikte, në mënyrë të, nëse mund të themi, të pavetëdijshëm, çdo besimtar gëzohet, domethënë me muajin e bekuar Ramazan, me një farë mënyrë kjo është një dëshmi e madhe për t'i treguar besimtarit se ai është në një muaj shumë të bekuar. E mos flasim nëse na kemi njohuri të thella për këtë muaj të bekuar, madje na si besimtar, duke ditë se është një muaj dhe një adhurim shumë i veçantë, është një adhurim shumë specifik, është një adhurim me një benefit shumë të madh për një besimtar që jeton dhe frymon në këtë botë, dhe me një benefit të papërshkruar dhe jo të numëruar në botën e përteme. Një besimtar duhet të ketë informacion të plotë, një besimtar duhet të përgatitet për këtë muaj të bekuar, që të mundohet maksimalisht t'i shfrytëzon, domethënë minutat dhe kohën e këtij muaji të Ramazanit, që t'i shfrytëzojmë momentet dhe çastet, sepse kjo është një shans shumë e madhe, është një shans që ndoshta nuk ripërsëritet. Këtë vit na po frymojmë dhe jemi dëshmitar të vetvetes që jemi në këtë muaj të bekuar, por nuk kemi garantë se do ta përfundojmë ose do ta mbrim Ramazanin tjetër. Është shumë e vërtetë. Po më tregoni se cilat janë benefitet e këtij muaji të bekuar? Po nëse flasmi për benefitet, fillimisht mendoj se e rendit është të flasmi për benefitet shpirtërore. Andaj edhe jo Zoti rastësisht na tregon dhe na thot
se ky muaj bekuar është obligim për ju që të jeni të devotshëm. Çështja e devotshmërisë është çështje shpirtërore. Përderisa njeriu ka vlerë dhe ka peshë, derisa ai në vetvete ka shpirt, andaj edhe Zoti i Madh agjërimin e ka caktuar dhe e ka vendosur një mekanizëm për ta rregulluar shpirtin. Faktikisht njeriu është i devotshëm kur njeriu punon me shpirtin e tij, kur njeriu ndërton shpirtin e tij, kur njeriu vepron dhe e ndërton shpirtin e tij me vetitë e tija njerëzore. Domethënë kjo është benefiti i parë i njeriu që ne këtu duhet të koncentrohemi. Dhe në këtë pikë duhet të jemi shumë të vetëdijshëm, ne besimtarë që agjërojmë, largohemi nga pija dhe ushqimi, abstenojmë në një farë mënyre nga gjitha gjërat që i kemi të përditshme jashtë Ramazanit, të mos mendojmë se qëllimi është largimi nga ushqimi dhe pija. Qëllimi i një besimtari agjërues duhet të jetë qëllimi për të ndërtuar shpirtin e tij. Dhe kjo është benefiti më i madh që t'i kthehet njeriu vetvetes. Ashtu qysh na ka thonë pejgamberi alayhis salam se çdo i lindur lind në natyrshmërinë e tij të pastër. Me një farë mënyre Zoti na informon dhe na tregon se çdo njeri është i pastër në vetveten e tij. Përderisa ne si qenie njerëzore kemi një shpirt të pastër që lindmi me ta, kjo na jep me ditë se agjërimi i ndihmon këtij aspekti, që ne të miremi me shpirtin ton, ta ndërtojmë shpirtin ton, ta pastrojmë shpirtin ton, dhe unë mendoj se njeriu kur punon dhe vepron për ta ruajtur shpirtin e tij të pastër, çdo gjë buron nga shpirti. Njeriu me shpirt të pastër ka një mendim të pastër. Njeriu me shpirt të pastër ka një veprimtari të pastër. Njeriu me shpirt të pastër edhe veprën më të vogël e bën nga ajo pastërtia e tij shpirtërore. Këto ishin vetëm disa fjalë që u mundum ta elaboroj, e që duhet të jemi shumë të vetëdijshëm dhe çdo një besimtar duhet të koncentrohet në rrugën e shpirtit, në ndërtimin e shpirtit me veti të mira që duhet t'i ketë një njeri e sidomos që duhet t'i ketë një besimtar. Shumë e vërtet. Po më trego se kush është i lirë në këtë muaj që ka drejtë të mos agjëroj? Po, duke ditë se Zoti i Madh këtë gjithësi e ka kriju për njeriu dhe ka kriju në shërbim të njeriut. Dhe në mesin e gjitha krijesave e ka veçuar njeriu me shumë specifika. Vetëm krijesë ja ka dhënë mundësinë e mendjes për të dalluar të mirën nga e keqja. Vetëm krijesë ja ka dhënë arsyen. Na si krijesë, si njerëz, jemi e vetmja krijesë që jetojmë me arsye. Ne dimë se kemi ardhur, ne dimë se zhvillojmë këtë emision, ne dimë se çka veprojmë brenda ditës edhe natës. Andaj çdo gjë është në shërbim të njeriut. Andaj krijuesi jon, mëshiruesi, mëshirploti, i gjithdijshmi, i urti absolut, këtë fe hyjnore që e ka zbrit, nuk e ka zbrit për të na ngarkuar neve. Por feja hyjnore e Zotit, e zbritur nga qielli, është një sistem jete, është një mundësi për t'i treguar njeriut dhe për t'ia lehtësuar jetesën dhe veprimtarinë e tij në këtë jetë të shkurtë. Andaj edhe feja dhe obligimet, e sidomos edhe agjërimi, sepse me një farë mënyre kur afrohet muaji i Ramazanit, sikur disa besimtarë kanë një koncept të gabuar ndaj Ramazanit. Sikur e shohin se tash ja erdhi Ramazani, tash duhet të largohemi prej ushqimit edhe pijes, tash kjo është ngarkesë, kështu e ashtu. Jo, një besimtar nuk duhet mendon kështu. Fillimisht kjo është një koncept dhe një mendim i gabuar për Zotin. Ramazani është një adhurim që nuk bie ndesh asnjëherë me shëndetin e njeriut, sepse në momentin që bie ndesh me shëndetin e njeriut, njeriu jo vetëm që nuk duhet të agjeron, por e ka të ndaluar të agjeron. Besimtari i cili me agjerimin e tij e cenon shëndetin e tij, e cenon ose ka ndonjë smundje për shembull,
ndonjë smundje kronike ose ndonjë smundje që ai ballafaqohet për çdo ditë me ta. Dhe në momentin kur ai agjeron dhe agjerimi domethënë e dobson ose i shkakton ose e rrit dozën e smundjes, në ato momente çdo një besimtar nuk ka nevojë ta pyes hoxhën, nuk ka nevojë ta pyes mjekun. Ai duhet të jetë hoxhi vetvetes dhe duhet të jetë mjek i vetvetes. Andaj çdo obligim fetar që e cenon shëndetin e njeriut, çdo obligim fetar që e dëmton shëndetin e njeriut, ai besimtar jo që obligohet të agjeroj, por ai e ka të ndaluar të agjeroj. Sepse feja është e lehtë, Zoti e don të lehtën dhe çdo gjë që bëjmë duhet ta bëjmë nga esenca që ajo vepër të jetë e lehtë për neve, të mos jetë e vështirë. Domethënë të mos na e vështirësoj jetën. Në momentin që na e vështirëson jetën, atëherë bie ai obligim si besimtar që kemi karshi Zotit dhe karshi vetvetes. Shumë mirë e spjeguat edhe këtë pjesë të benefiteve dhe rëndësinë e Ramazanit, kush mund të agjeroj, por a mund të ma spjegoni këtë pjesën, sepse shumica e qytetarëve edhe pyesin, shembull kur nisen për në rrugë ose për sportistët ose për i cilës mosh fillon agjerimi? Po, shumë pyetje me vend. Ajo kategoria e moshës së shtyr, domethënë nëse kemi drejt të themi mosha që është mbi 60 ose 70, çështja e moshës është çështje relative. Disa deri në moshën 60 vjet ose 70 vjet janë të fortë fizikisht edhe domethënë nuk i mungon asgjë. Mirë po disa për shembull fillon pleqëria dhe dobësia e tij nga mosha 50 vjeçare. Tash vetë njeriu duhet të jetë mjek i vetvetes. Vetë ai duhet ta vlerëson vetveten dhe vetë ai duhet ta sheh veten se a është për agjerim apo nuk është për agjerim. Domethënë mosha e pleqërisë, domethënë hin në moshën e arsyetimit. Domethënë ai arsyetohet të mos agjeroj. Nëse në moshën e pleqërisë ai faktikisht njeriu kur është i moshuar, nuk është forca e tij nuk është sikurse e një të riut. Edhe mendja e tij nuk është sikurse e një të riut. Domethënë ai fillon të evoloj në atë aspektin e fuqisë, fillon ai shkon nga dobësimi. Kështu që një i moshuar, themi një plak që nuk ka mundësi të agjeroj për shkak të shëndetit, për shkak të mendjes së tij të dobët, domethënë ky person është i liruar nga agjerimi. Fëmijët për shembull deri në moshën 14-15 deri në moshën e pjekurisë, ata nuk janë të obliguar të agjerojnë. Vullnetarisht, domethënë prindit me një farë mënyre kanë drejt t'i obligojnë, t'i urnojnë, t'i motivojnë. Mirë po duke pas parasysh se është fëmia i mund të dëmtohet. Domethënë tash prindit duhet ta menaxhon jetën e fëmijës të vet gjatë agjerimit. Nëse sheh se ai po dëmtohet me agjerim, atëherë duhet ta stopoj. Pastaj personat që lirohen nga agjerimi janë ata që janë në udhtim. Zoti shumë mirë e kanë përmendur në Kur'an, ata që janë në udhtim e kanë të lejuar, domethënë, të mos agjerojnë. Pastaj edhe sportistët, ata që e kanë profesion sportin. Nëse gjatë sportit për shembull vjen deri në atë masë saqë ai mund të dehidrojë ose mund të alivanoset ose mund t'i shkaktojë ndonjë problem fizik, atëherë nuk ka nevojë ta pyes hoxhën ose ta pyes mjekun. Ai lirisht domethënë mund ta prish Ramazanin dhe mund ta kompenzoj pas Ramazanit. Po ashtu bëhet fjalë edhe për ata punëtorë që janë në punë fizike. Jo ata ta fillojnë Ramazanin duke mos agjeruar dhe duke i pri për shembull të keqës. Ata le ta fillojnë Ramazanin, le të shkojnë në punë, nëse gjatë punës për shembull ai e shef se është dobësuar deri në atë nivelin saqë ai për shembull nuk mund të punojë, nuk mund të lëviz, ndoshta edhe vjen deri në atë situatë që ai të alivanoset, atë le ta prish dhe nuk ka asnjë gjuna. I përmendëm vetëm disa, mirë po si rregull. Çdo kush, domethënë çdo një agjerues, çdo një besimtar, nëse vjen në një moment saqë agjerimi i tij ta dëmtoj shëndetin e tij, e ka të lejuar edhe nëse është në shtëpinë e tij, edhe nëse është i ri, edhe nëse është i fortë, edhe nëse është edhe pak para iftarit. Për shembull dikush ka problem dhimbjen e kokës për shkak të tensionit.
Thot për shembull nëse nuk ha ushqim brenda ditës, domethënë aq dhimbje të madhe kanë të kokës, saqë mund edhe të alivanosë. Për shembull nëse paraqiten kësi raste, domethënë raste të jashtëzakonshme që dëmtojnë shëndetin e njeriu, atëherë çdo një besimtar, domethënë duhet e ka për obligim ta prish agjërimin e që ta ruaj shëndetin e tij. Dhe pastaj atë ditë mund ta kompenzoj edhe pas Ramazanit. Për këta, për njerëz të shëndosh dhe për sëmurje momentale, mund ta kompenzojnë pas Ramazanit, por për pleqt, ata të sëmurit me sëmundje kronike, që ata pinë ndoshta edhe që nuk shpresohen që ata do të shërohen. Po, shumë e vërtet. E si mund ta kompenzojnë ata? Është kompenzimi bëhet me lëmosh. Domethënë bëhet me ushqim. Për shembull, nëse një person ka një sëmundje kronike, saqë nuk shpresohet se ai do të shërohet, dhe është sëmundje e rëndë, ai nuk mund të agjëroj, por jo që nuk mund të agjëroj, po ai nuk mund edhe ta kompenzojë me agjërim. Në këto raste, për shembull, feja e jep alternativën e saj, se tham feja është e lehtë dhe nuk qëllimi i fejes nuk është për ta ngarkuar njeriu. Atëherë bëhet kompenzimi me ushqim ditor. Përcaktohet një ushqim mesatar, domethënë i një drekës ose një darkës, dhe për 30 ditë Ramazan, për shembull, jipen 30 lëmosha ose 30 dreka, domethënë një drekë mesatare. Për shembull, ta nxomë se është një drekë kushtimisht, me thonë 500 denar. Nëse muaji Ramazani ka 29 ditë, atëherë bëhet domethënë 29 herë 500 denar, edhe e jep atë sumë. Mirë, po nëse nuk ka, atëherë lirohet edhe nga ky obligim. Si komentoni këtë faktin që shumica tani gjatë Ramazanit qëndrojmë deri natën vonë, presim syfyrin, ndoshta presim edhe të zbardh dita për të falë mëngjesin, edhe pastaj flejnë deri vonë. Të rinjt ata ndoshta që janë edhe pa punë. Si e komentoni këtë pjesë? Është praktike kjo gjë? Po, praktike hiç nuk është, as pak nuk është praktike. Ramazani nuk është për të na shfrenu. Muaji Ramazan nuk është që tash na ta kalojmë kohën, ose si ta kalojmë kohën. Jo, Ramazani duhet të jetë një adhurim për ta menaxhuar kohën, ose për të na sistemu në kohë. Nuk është qëllimi i Ramazanit tash, po fillojmë Ramazanin, edhe tash do ta kalojmë pjesën dërmuese të natës, të zgjuar, kinse adhurojmë Zotin, kinse kryjmë ndonjë vepër ose ndonjë vepër të caktuar, edhe pastaj e falim namazin e sabat, edhe pastaj flejmë deri në kohën e drekës ose deri në kohën e ikindijës. Nuk është qëllimi i Ramazanit ta kalojmë kështu në këtë format. Qëllimi i Ramazanit, e tham, poenta e Ramazanit ose esenca e Ramazanit, jo vetëm e Ramazanit, e gjithë fesë dhe çdo adhurim, nëse nuk na sistemon, atëherë ne kemi problem dhe defekt në kuptimin dhe në konceptin e shëndoshtë të adhurimit. Qëllimi i Ramazanit nuk është që të qëndrojmë natën. Qëllimi i Ramazanit është që ta sistemojmë natën edhe ditën. Natën me adhurim, atë sa kemi mundësi, mirë po të mos ja na shkalojmë pushimin natën, se Zoti thotë shumë mirë në Kur'an, wa ja'alna al-layla libasa, e kam bërë natën pushim. Pastaj mungesa e gjumit natën është një faktor që destabilizon jetën e njeriu gjatë ditës. Atëherë, çfarë është e mira dhe dobia pse ne kemi agjëru? Kështu që të jemi të kujdesshëm në këtë pikë, që të mos e kalojmë natën në pagjumësi, të qëndrojmë natën, por edhe të ruajmë atë pjesën e pushimit të natës, që gjatë ditës të jemi efektiv, të jemi profitabil, të jemi ata që do të reflektojmë se ne besimtarët, me gjithë se ne agjërojmë, ne jemi të dobishëm. Jemi të dobishëm për vetveten, jemi të dobishëm për familjen, jemi të dobishëm edhe për shoqërinë. Pastaj ne kemi një përparësi me agjërimin që e bëjmë për hir të Zotit, jemi më të lehtë dhe kemi mundësinë që
edhe të funksionojmë, edhe të veprojmë. Pastaj nëse e lexojmë historinë e jetës së besimtarëve, sukseset madhështore, domethënë në nivelin global, kanë ardhur pikërisht gjatë muajit të Ramazanit. Për shembull, çlirimi i Mekës, nëse flasim për çlirimin e Mekës, çlirimi i Mekës ka ndodhur në muajin e Ramazanit. Për shembull, fitoria e parë në betejën e parë të besimtarëve ka ndodhur në muajin e Ramazanit, por rrjedhimisht gjatë historisë sukseset e mëdha kanë ardhur në muajin e Ramazanit. E kështu që të mos e rrotullojmë kuptimin e drejtë të Ramazanit. Me një farë mënyre disa besimtarë, s'po du me thonë pjesa dërmuese e besimtare, edhe Zotit jenë pak ata, me një farë mënyre gjatë Ramazanit me agjërimin po e shprejnë dembelin e tyre. Me një farë mënyre po janë shumë parazit. Me një farë mënyre po tregojnë se thjesht Ramazanin e kanë shëndruar në një muaj xhumi gjatë ditës. Kështu që këto gjëra, këto fenomene, këto dukuri negative, ne duhet t'i eliminojmë. Ramazani duhet të jetë ajo shtysi, ajo motivi të jemi të dalluar në punë, jo të dalluar në xhum, jo të dalluar të jemi pasiv, por të jemi aktiv dhe të jemi shembullor dhe të jemi model për tjerët. Me gjithë sa agjerojmë, ne punojmë, me gjithë sa agjerojmë, ne mësojmë, me gjithë sa agjerojmë, ne i kryjmë aktivitetet e ditës. Madje domethënë Ramazani duhet të jetë i veçantë në punën tonë, jo i veçantë në xhumin tonë. Gjatë muajit Ramazanit kemi taravijat, kemi edhe namaz nate. Pse vetëm gjatë muajit Ramazanit janë këtu dhe më trego sa është praktike, sepse shkojnë edhe gratë, shkojnë edhe burrat për të falë në xhami. Sa është praktike të përgjinin femërore që shkojnë në xhami? Po. Kështu, feja është një sistem jo vetëm për meshkujt, por është edhe për femrat edhe për meshkujt. Andaj në shumë citate kuranore, Zoti shumë mirë thotë, ata që bëjnë vepra të mira, qofshin meshkuj ose femra, domethënë nuk ka dallim mes gjinisë mashkullore dhe femrore. Domethënë që bëjnë vepra të mira. E për veprave të mira është agjerimi, për veprave të mira është namazi. I marrim vetëm si shembuj. E për veprave të mira në Ramazan është edhe ajo specifika e namazit të teravijës, që falet në kohën e yacis. Në namazin e teravijës nuk duhet të jemi të dalluar vetëm në burrat, por duhet këtë kohë ta shfrytëzojnë edhe gratë. Sepse vepra e mirë është e mirë si për burrin, po ashtu edhe për gruan. Andaj edhe Ramazani e ka këtë veçori. Vetëm në muajin e Ramazanit falet namazi i teravijës. Por namazi i teravijës nuk duhet të falet vetëm prej anës së burrave, kurse gratë duhet të qëndrojnë në shtëpitë e tyre, ose për shembull ashtu siç e kemi bërë zakonna, gjatë muajit të Ramazanit gratë janë hiperaktiv në kuzhinë. Domethënë duhet jetë e kundërta. Domethënë kuzhina duhet të jetë më pak e frekuentuar gjatë Ramazanit, kurse të na është shtohet doza. Kjo është një fenomen dhe një dukuri e gabuar. Muaji i Ramazanit nuk është muaji i ushqimit. Muaji i Ramazanit nuk është muaji i përgatitjes së ushqimeve të lloj-llojshme. Thjesht na kemi një farë kontradikte me agjërimin tonë edhe me momentin kur ushqehemi gjatë iftarit. Kështu që namazi i teravijës duhet të jetë i veçantë, duhet të jetë i shfrytzuar maksimalisht. Prandaj edhe jo rastisht e ka përmend pejgamberi alayhis salam, i dërguari jon, ai që gjatë natës e ka për qëllim ai që pas yacies e fal namazin e teravijës, qoftë burr ose grua, me bindje dhe me besim të thellë në Zotin e Madh dhe me shpresë se Zoti do t'ja jep atë që ja premton, thot pejgamberi alayhis salam, do t'i falen dhe do të amnestohet nga gjitha gjunahet eventuale që ai ka bërë në të kaluarën. Kështu që namazi i teravijës është një namaz i qetësisë, është një namaz specifik që çdo namaz falës
i Teravis këtë e ndin dhe me padurim e pret. Janë 30 namazet gjatë Ramazanit, duhet t'i shfrytëzojmë maksimalisht, duhet t'a motivojmë njëri tjetrin dhe nuk duhet të kemi një farë diference mes burrit edhe gruas. Atë sa duhet të falen burrat, atë që duhet të falen edhe gratë. Unë ju falenderoj zakonisht shumë që ishit pjesë e emisionit tonë dhe që ndatë këto informacione dhe me gjithë shkues të emisionit tonë. Shpresoj që të keni arritur ndoshta edhe tek gjithë ata cilët janë të interesuar këtyre pyetjeve t'i kenë marrë përgjigjet e duhura. Shpresoj të takojmë me ndonjë rast tjetër. Faleminderit, ishte kënaqësi. Të dashur miq, kjo ishte sa i përket bisedës, neve tani do të shkëputemi për disa minuta dhe do të rikthehemi sërish.